To janë të gjitha publike dhe këto duhet të ishit duke i raportuar tani dhe jo ta mbyllnit me 5 sekonda fjalim. Ne vlerësojmë shumë këtë institucion, për hir të vërtetës ndryshe nga pala tjetër që ka dhënë buxhetin më të ulët në konfront me shpenzimet që keni sot. Ju keni 77.4% të buxhetit e keni për paga. Se çfarë do bëni ju me 1.6% që e keni për transferta të tjera dhe me 14% për shpenzime kapitale, 6.7% për shpenzime kapitale, asgjë s'do bëni, s'keni çfarë të bëni. Dhe nuk kam më këtu ndonjë sekret shtetëror se certifikat sigurie sot që s'pas kanë kolegët e mi, kishte ai që ishte me Gilman Dodanin në makinë. Ajo është e rëndë këtu. Dhe kemi ne problemin që s'pas kanë certifikat sigurie deputetët e komisionit. Tani, ju lutem, për respekt të institucionit që përfaqësoni, ato çfarë janë për të bërë publike, bëni publike. Këto që i thashun janë vetëm pak nga ato gjëra që i keni të shkruara këtu. Që dje në 2 studio televizive po diskutoheshin. Tani nga dje që ishin duke u diskutuar në studio u bën sekrete. Nuk është e vërteta ajo. Çështje që janë sekret shtetëror, pa diskutim, të gjithë kolegët këtu, majtas e djathtas, duan t'i mbrojnë sekretet shtetërore dhe i japin juve të gjithë hapësirën që keni nevojë.